Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam shpall fituesit e çmimeve AITC për botimet më të mira letrare dhe artistike për krijimtarinë e vitit 2011. 3 kategoritë në të cilat u ndan çmimet ishin ato të librit më të mirë në fushën e shkencës dhe kulturës islame, për pikturën më të mirë, si dhe krijimtarinë më të mirë për moshat e reja. Studiues, artistë dhe personalitete të ndryshme konkurruan midis tyre për të fituar çmimin e madh. Ceremonia u përshëndet nga zëvendës Ministrja e Kulturës Suzana Turku, e cila vlerësoi punën profesionale të juristë dhe seriozitetin që e karakterizon këtë institucion, i cili stimulon dhe motivon krijuesit shqiptar për prurjet e tyre artistike dhe shkencore. Ndërsa drejtori i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, Ramiz Zekaj, në fjalën e tij theksoi se qëllimi kryesor i këtij eventi është stimulimi i krijuesve të talentuar për të qenë më shumë të motivuar në punën e tyre dhe që shkenca e artit shqiptar të prek majat më të larta të suksesit dhe të renditet për krah vendeve të tjera evropiane. Që për 6 vitesh Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, nëpërmjet çmimit të përvitshëm AITC, ka shënuar të nxisë e promovojë prurjet e reja të niveleve më cilësore në fushën e shkencës, kulturës dhe artit. Për të fituar këtë çmim, kanë ngaruar forcat e apeluara krijuese, studiues, historian, teolog, shkrimtar që në kuadër të këtij çmimi gjatë këtyre viteve e kanë pasuruar botën e librit me qindra tituj të rinj dhe që kanë gjallur ndjeshëm interesimin e lexuesit shqiptar të gjitha fushave e moshave. Këto libra pasqyrojnë vlerat e larta të kulturës islame që e zbukuron më shumë arealin e kulturës shqiptare, hedhin dritë në ngjarje në monumente arkitekturore dhe në personalitete islame me kontribute të shqura në besim, në kulturë, në shkencën shqiptare dhe për kombin tonë. Asnjëherë në publicistikë, në botën e kulturës dhe të tërësisë islame në Ballkan nuk është shënuar ky fluks botimesh në krahasim me këto 6 vite. Asnjëherë më shumë forca të angazhuara, krijimtari të arrira në këtë zhanr. Çmimi AITC vuri në garë mjeshtit shqiptar të artit pamor. Në këtë garim, panele shpiktorësh ka ngërmuar, udhëruan rreth 50 pejsare në shpikatin talenti, fantazia dhe shija e hollë artistike, sensi i vëzhgimit, prirja për saktësi dhe imaginacion i lartë. Gjatë këtyre viteve kam konkurruar në këtë çmim në prozë poezi mbi 200 talente të reja, nxënës të shkollave të mesme ose prej rinis universitare. Për vlerësimin e librit më të mirë në fushën e shkencës, kulturës dhe artit islam, fitues u shpall studiuesi Ali Basha me librin Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri në vitet 1912-1967, ndërsa çmimin e dytë e fitoi Nureddin Ahmeti me librin Krerët fetar në lëvizjen kombëtare shqiptare në vilajetin e Kosovës 1878-1912. Fituesit e çmimit të tretë ishin librat Kronologjia shqiptare dhe Kalendarët arabo-osman të autorit Ibrahim Gashi, si dhe libri Institucionet Islame të Shkodrës me autor Smail Bala dhe Blendi Alushi. Çmimi i parë për pikturat me tematik peizazhi në penelat e piktorëve shqiptar ju akordua piktorit Ervis Kosova, ndërsa me çmim të dytë u nderua Vullnet Alushaj. Në kategorinë e tretë, atë të çmimit për krijimet nga moshat e reja, u shpall fituese e vendit të parë Elona Skeja për krijimtarinë me mendim të thellë poetik, ndërsa fituese e çmimit të dytë Valbona Hyka. Gjithashtu u ndan edhe disa çmime inkurajuese për të rinjt, Olsi Pajo, Dorina Behari, Rovena Xhili, Aurora Ferko dhe Romario Xhaferi.